tjetër. Pyeti, ju përmet ambasadorin Gelbard, në një moment të caktuar ambasadori Gelbard e ju referua UÇK si të organizat terroriste? Përgjigje po. Dhe kjo ishte pjesë një disa ngjarjeve në VMC që sollën çështjen e Kosovës në një nivel krize. Pra, ambasadori Gelbard, si shumë zyrtar të shërbimeve të jashtme të tjerë, mbështeti shumë në përvojat të kaluarës. Përvojat e tij të kaluarës kishin qenë në Amerikën Latine, ku ai ishte marrur, kishte trajtuar problemet e tregtisë së narkotikëve dhe çështjet e tjera që përfshinin krimin organizuar. Në një moment të caktuar bëri një deklaratë të tillë dhe tha se ishte marrur kishte trajtuar pra çështjet e tilla me organizata të ndryshme kriminale dhe përdori termin terrorist, dhe që ai e konsideronte pra UÇK-n si terrorist. Kjo ishte në shtyp, ishte koment që ai bëri për shtypjen dhe kjo ndodhi me një herë, pak kohë më pas një incidenti të cilën forcat e sigurisë serbe rrethuan shtëpinë e familjes Jashari dhe përpasoi të gjithë u vranë aty. Kjo ishte një shpërthim i madh i veprimeve armiqësore, pra, pati shumë kritikan se lidhur me deklaratën e zotit Gelbard, pra se UÇK-ja ishin terroristë, dhe se kjo kishte një farë mënyrë për shpejtuar këtë ngjarje të veçantë, zhvillimin e kësaj ngjarje, pra nga të shkaktuar nga forcat e sigurisë serbe. Dhe në një farë mënyrë ndjej se zoti Gelbard, pra Gelbard kishte sikur se kishte dhënë dritë njëshile që kjo të ndodhte. Besoj që duhet të thotë që nuk ka prova për një gjë të tillë, por kjo është sigurisht ajo që është diskutuar, pra se nëse i dërguari amerikan e quan UÇK-n terrorist, kjo në një farë mënyrë jep sinjal serbëve që të bëjnë lëvizje kundër tyre. Gelbard pastaj mori qëndrimin shumë të ashpër ndaj serbëve, pasi bën këtë gjë dhe u përfshi në këtë sulm kundër këtyre njerëzve, dhe kjo përfshiu edhe bisedë shumë të ashpër që zoti Gelbard pati me Miloševićin, me pasojën që Miloševići tha se ai nuk donte, dhe kjo pati për pasojë, pra që Milošević deklaroi që nuk donte të takohej më me zotin Gelbard. Pra gjithë çështja në maj filloi me fjalimin apo komentet e zotit Gelbard lidhur me njohurinë që kishte ai të mëparshme nga përvojat e tij të mëparshme për kriminalët dhe terroristët në Amerikën Latine, dhe kjo kulminoi pra në këtë sulm mbi familjen Jashari. Pastaj më vonë Gelbard e korrigjoi këtë qëndrim dhe Miloševići refuzoi që të takohej më me zotin Gelbard, dhe pra u deshte të ndodhte diçka e tillë e rëndë. Kjo ishte diçka e rëndë që çoi në diçka edhe më të rëndë që shkaktoi vdekje.